Dhe njerëzit e të djathtës, të cilëve u jepet libri nga e djathta, ata janë në dronjë të pemëve me plot gjethe dhe degë, pa thera apo pa gjepa. Pemë e cila ka shumë degë, ka dhe fryte, ka dhe gjethe shumë, ka dhe ngjyra të bukura, edhe aromë të bukur. Krejt një borë jep aromë, edhe dojnë rapt shumë. Por e mirët e sajna është se ka shumë thera. E po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në vazhdim. Allahu i madhruar në vend të çdo thera për gjembe, e ja qëtë ja bin një fryt. Prej të cilit fryt dalin shumë thera, shumë fryte. Përpos frytet të veta që ka, pra mbushet në fryte, fryt prej të cilit dalin 70 lloj ngjyrash. Asnjë ngjyrë nuk e përngjan ngjyrës tjetër. La ilaha illallah. Po edhe në pemë të bananeve. Më ndodh me fryta të shumta, pal. Ne themi këtë një kalavesh. Sa të donë, çfarë të donë. Pa fund. Sa herë të kapsh një fryt, më njëherë del fryti tjetër. Më njëherë. Kur, pemës nuk e harxhohen frytet. As nuk e kalben frytet. As nuk i bin tokë frytet. Gjithmonë në rrind freskëta. Madje sa herë ta velsh një fryt, më njëherë del tjetri. Allahu i madhruar i përshkruan gratë e xhenetit. Allahu i ka bërë ato me i dashur shumë këta, dhe këta me i dashur shumë ato. Këtë me qenë një mosh, të bukura në kulminacion, pa përshkruara, me cilësi të mahnitshme, me fjalë të bukura, me sjellje të bukura. Këto janë dhurat për kanë li ashabil yamin, për të djathtë. Për ata të cilëve u dha libri nga e djathta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, tyshi përket e lartë madhërisë së tij. Gjithherë dhe çdo herë pranojmë dhe dëshmojmë dhe potencojmë se jemi të mangët në lavdërimin, në madhërimin, në lartësimin e lartë madhërisë së tij te bareke ve taala, tyshi ai meriton. Andaj hamd dhe falënderim derisa ai të kënaqet me ne. Hamd, falënderim edhe pas që
të kënaqet me ne, hamd dhe falënderim në dynja dhe në ahiret. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e familjes së tij, shokëve të tij, pa asnjë përjashtim, dhe të gjithë atyre gjeneratave të cilët kanë ardhur më pas, e që kanë besuar Zotin hak, pejgamberin hak, dinin islam hak, Kuranin hak, dhe kanë vdekur me këtë iman, me këtë bindje, derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me të jemi në surët al-Waqia, më konkretisht nga ajetin 27 deri në ajetin 40 apo 40 të kësaj sureje të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall më lartë, kretë fillim surës, ceku apo përmende se ditën e kiametit njerëzit ndahen në 3 grupe. Dhe kjo është tepër me rëndësi për ta kuptuar muslimat. As-sabiqun janë ata të partë, prioritartë, nalt. E që janë el-anbiya, as-siddiqun, ash-shuhada, as-salihun, në radhë të lartë, edhe ata që janë bashkë me ta, e që futen në këtë të fundit të salihun. Dhe për ta pastaj, ceku Allahu, se këta dhe këta në pakicë. Pastaj ceku Allahu grupën e dytë, e që janë të djathtët. Atyre të cilëve Allahu a jep librin nga djathta, e që janë shumica banorëve të xhenetit. Shumica banorëve të xhenetit. E grupi i tretë janë të majtët, Allahu na ruaj prej tyne dhe prej veprave të tyne, e që janë shumica absolute banorëve të xhenemit. Tani më poshtë Allahu përmendi mirësit, begatit, të mirat, të cilat i ka përgatitur për ata prioritarët, të partë, bajraktarët. Dhe është pjesa parë, grupi parë. Këto ajete të cilat i kemi para vetes, Allahu na flet në to për grupin e dytë, për të djathtët, djathtëstët, për xhenetlit, ama ndërregje më të ullë se sa ata që ishin më parë. Ndërregje më të ullë, sepse në dynja kanë qenë ndërregje më të ullë. Kanë qenë më pak të dovatshëm. Kanë punu më pak amele veprat mira. Andaj nuk janë në rangun, në shkallën e atyre të parëve. Por me gjithate, edhe këta janë në xhenet. Dhe edhe për ta i madhi Allah ka përgatitur gjërat mira, u jep aty në dhunti e begati, se cila më e mirë se sa tjetra. Zatën, po e përseris, kjo është ligji Allahut për ata të cilët futen në xhenet, ku nuk ka njeri cili është në xhenet, deri tek ai fundit i cili hyje në xhenet, e që është hadith i gjatë në Sahih Muslim, se si shka në shkreti zhangë të dera në xhenetit, pasi që del pe xhenemit dhe të lahet në lumin e jetës, të kthehet një trupi të shëndoshit e tjerë. Dhe lypi Zotit veç me hi më afro të dera e xhenetit. E tani veç me hi mrena, kur thot Allah për do ma shumë, derisa Allahu i thot, ti ke kaqe, 10 herë kaqe. Pra nuk ka ai fundit është. Kregjen e të litë, të gjithë mendojnë, ka një bindje, se askush më mirë se ai nuk është në xhenet. Dhe kjo shumë rëndësi. Po edhe kundërt Allahu na ruajt, edhe këto do të më mbajt mend. Krej xhenem lit,
prej Firaunit, e Iblisit, edhe atyne që janë në rang me ta, munafikave, Abdullah bin Ubej bin Selul të tjerë, të cilët janë fi derke lesfeli minan nar, në rangon më të ultë të xhehenamit, dhe deri të ata që janë rangon më të lartë, pra më pak më të lartë, i bjen më pak më bot të dënimit, të vojtjeve në xhehenam, e që është Ebu Talibi, agja e pejgamberit, alayhi salatu wassalam, të cilën zjarri nuk e prek në trup përpas në shputat e tij, e në transmetim tjetër mbathet nallme të zjarrit, prej të cilave ov i vlan truri tina, dhe kë kanal dhe ajo që poshtë, krejta secili prej tyne e miliarda njerëz mes këtij dhe mes atyne, krejta njerëz mendojnë se dënimin e tij nuk e ka askush në këtë ujtë. S'ka dënim atram, la ilaha illallah. Allahu na ruaj prej tyne, veprave tyne, eliadhu billah. Pra, gjennet litme gjithse të gjithë janë të knasur, gjithsesi, dhe se që prej tyre mendon dhe është i bindur se nuk ka në gjennet dikush që ka punë më mirë, e që ka mirësi, e begati, e dhunti, e lumturi, e kënaqësi, më shumë e më të mira se sa që ka kë. Megjithatë dallojnë, shumë dallojnë. E nuk jemi këtu të folë për dallimet e tyne, sepse është temë tjetër, e dallimet pej deregjes në deregje janë sikur se pej një planeti një planet tjetër, sikur se pej tokës në qiell. Kthehemi tek djaltëstet të cilët Allah i madhruar i përshkruan pra në vazhdim, i përshkruan për të mirat që kanë. Dhe thotë, pat ma sa'udhu billahi min ashtanir rajim. Wa ashabul yamini, ma ashabul yamin. Dhe njerëzit e të djaltës, të cilët do t'jenë vërtet ata të djaltëse. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, e ka përsëri 2 herë dhe të djaltët, apo njerëz të djaltës, të cilëve u jepet libri nga e djalta. Po e dini ju që kanë ata, apo kush janë ata, apo që ka është puna e ty, nëse që është du shpreh. Përmendja, përsëritja herës së dytë, është me tregu se puna e ty në çuditshme. Shumë e çuditshme. E pastaj madhi Allah në vazhdim tregon disa të mira të tyre. Dhe thot: Fi sidrin makhdud. Ata vazhdojnë të qëndrojnë, të jetojnë, të kënaqen, të shijojnë të mirat e Zotit, pas e kanë kaluar ditën e gjykimit, e kanë kaluar seratën, u është hapur era e xhenetit, e në hyrën xhenet, secila për vendet e tyre, tash fillojnë me shijue kënaqësitë e mëdha. Ndërto që përmendë madhi Allah Azza wa Jall, fi sidrin makhdud. Ata janë në dronjë të pemëve me plot gjethe dhe degë, me plot gjethe dhe degë, pa thera apo pa gjemba. Fi sidrë, nën pemë sidrit. Sidri është një pemë shumë e njoftur në gadishullin arabik. Shumë e njoftur. Pemë e cila ka shumë degë, ka dhe fryte, ka dhe gjethe shumë, ka dhe ngjyra të bukura, edhe aromë të bukur. Krejt një borë jep aromë, edhe dojnë rapt shumë. E përdorin pastaj për parfum, aromë, gjethet e sajna, i përdorin për ilaç, i përdorin mjavqitës e erza ushqimeve. E dojnë shumë. Por e meta e sajna është se ka shumë thera, shumë gjemba.
Abdullah ibn Mubariku në librin e tij Kitabu Zuhd, zonë si Hanifes, përmend me transmetime zinxhirin e tina nga Ebi Umamet radiallahu anhu, i cili thot, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gëzoheshin kur vinin beduinet tek pejgamberi, sepse ata e pyetnin diçka dhe sahabët ishin kurreshtar me ndëgju qa për vetë. Mas për vetë diçka që na s'kana gëzu me vetë, sepse o tërpranin këta me vetë, ngushtanin, për edukatës e tyre që e kishin dhe pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, dhe kurreshtja madhe me mësuf diçka të re. Andaj këta gëzoheshin, këthët sahabët gëzoheshin, kur vind të ndonjë beduin, me i pyet, dhe kjo gëzoheshin ka në shumë transmetime, Aisha thot atje, plot hadithe ka. Ku sahabët kanë përfituar shumë e beduinëve, sepse beduini bie trup. Pyet. Tash është edukat, se edukat është në vetë ajo, por kryesorja pyet diçka që pe saj na përfitojnë sahabët, dhe këta janë text për ilm, për dije. Edhe një herë tha një beduin dhe i tha ja Rasulullah, nuk ka mendu që në xhenet ka diçka që është me therra me gjemba, dhe kur dëshën përfitu për saj të therr. Tha, e për çka e ki fjallën? Tha, e kam fjallën për sidër, se kishte dëgju këtë ajet koranor, sidër, e pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha. Sa i tha, sidër e Rasulullah, sidër ka therra. E pejgamberi përmeni ajetin koranor. Fi sidrin makhdud. Makhdud i hiekun, i larguar, therra e sidrit. E pastaj, se makhdud, qështu kuptohet ai? Makhdud është mja hiek, mja largue, gjembën, therrën që ka. E po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në vazhdim. Allahu i madhruar, në vend të çdo therra për gjembe, e atë që të jabin një frët. Prej të cilit frët, dalin shumë therra, shumë fryte, përpos frytet të veta që i ka, pra mbushet në fryte, frët prej të cilit dalin 70 lloj ngjyrash. As një ngjyrë nuk e përngjan ngjyrës tjetër. La ilaha illallah. Pra sidër, o musliman, pëme sidrit me amen. Haman në përbërje të saj, krej tjetër. Krej tjetër. Pra ata jenë fi sidrin makhdud, që ndrojnë në këto pëmë, në bukura, me pamje të bukur, me aromë të bukur, me fryte të bukura, pa gjemba, pa therra, sepse s'kan gjenet diçka që të lëndan. E këtë përspjegon pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin të cilën e tham më herët. Fi sidrin makhdud, wa talhin mandud, po edhe nën banane, pëmë të bananeve. Mandud me fryta të shumta, pal. Ne themi këtë një kalavesh. Ibn Abasi ka thonë, talhin mandud, pëmë cila nuk ka sikur se në këtë dynja është trangu, i gjatë, do pëmë kanë më gjatë do më shkurta, pastaj dalin degë, dhe ndek dalin frytet. Jo. Po thot frytet janë prej poshtë, as një pjesë e trangut, trupit, nuk është pa fryte. Fryte, krejt, pëma, fryte. O talhin mandud. Dhe banane me fryta pal. Kështu kanë thanë shumica komentatorëve të Koranit, se është fjala talhun, është fjala për banane.
nga se kanë thonë disa gjuhtar talhun, në dialektin e Jemenit, arabët e Jemenit i thojnë bananeve. A nëpse bananët kanë qenë të njohura tek arabët, por jo pemë e përditshme. Kanë qenë të njohura sepse kanë ardhur prej Indis nëpërmjet Jemenit, e arabët shkonin në Yemen tregti, edhe shkonin në Sham tregti, rehlet e shita'i o sajf. Dimnit në Yemen e verës në Sham, që përshkruan Allahu i madhruar. Kur shkonin në Yemen, herë binin banane. Andaj arabët i njihnin bananët, por nuk e kishin pemë të përditshme. I njihnin. Kështu kanë thonë shumica ulemave se është për qëllim pemë e bananës. Por disa ulema kanë thonë talhin mandud është për qëllim talh është një pemë në shkret e tire cila bie, vetë shkret e tire binë. E madhe, plot deg, ka dhe fryte, ka dhe therra, edhe e ka gjemba. Ajo pemë e dojnë arabët shumë atë. Sepse u bëni hije, të vetmet pemë që e kanë në shkret e tjerë që bëjnë hije për të vetmeve, është kjo. Kjo dorë në shkret e tjerë në si devja. Nuk e lënë shaj shkret e tjerë a thatësia kësaj pemë. Edhe sëtë me shku plët ki. E dorën thatësin. Përdore të ushqim për deve. E përdoren edhe këte për ilaq. Marrin drupe i sajna që thahen dhe i ndezin. Ka qenë një për druve kryesore të cilët i përdorin arabët në gjahiljet, po edhe në fillim të islamit, edhe me vonë dhe sa të përdorin. Ka thonë, për shpërqëllëm kjo pemë. Por kjo pemë me emën talh, ama në përbërje ndryshon çdo gjë. Asgjë se për gjën, apo nuk i ngjason talhit kësaj pemë e cila është në këtë dynja përpos një emën, sikurse çdo gjë që është në xhenet, çka thoni Ibn Abasi, çdo gjë çfarë ka në xhenet, nuk i përngjan asaj që ka në dynja, pos një emën mund të bashkangjiten, mund të ta kenë tjetën emën, dhe kur e shete atje thu që ke ka dardh, që ke ka mbull, ke ka lajthi, ke ka qershi, dhe kështu me radhën. Këtë rast kur e shohin arabët, thënë po ke ka sidr, ose ka talhun. Në fakt, cilësitë e sajna janë krejtë ndryshe, sepse atje ka që ka syni s'ka pa, që ka veshë s'ka ndëgjuar, dhe çfarë mendja njeriu të kur për të si ka shkuar. Pastaj, kanë thonë disa ulema, Allah i madhëruar, këtu ishin pemë të arabëve, sidri, talhi. Allah i madhëruar, po ju sjell arabëve, shembull, konkret, me diçka që ata i jetonin me to, mënyrë që me kap ma lehtë, në kokat e tyne, në logjikin e tyne, me kuptu ma lehtë, e me imagjinu ma lehtë, se çfarë ka në xhenet. Pra mi folë si mbas mentalitetit të tyne. O talhin mamdud, o ma'in maskub. Allah e lem tash, a mund t'jetë qëllim për banania mund t'jetë talha, apo mund t'jetë të dyjat. Mund t'jetë të dyjat. E rëndësisht, me Allah i përshkruan për disa pemë, të cilët ata do të kënaqen në to, dhe për fryteve të tyne, dhe për hijeve të tyne, për aromave të tyne, për pamjeve të tyne, dhe kështu me radhë. Wa dhillin mamdud, në hije të gjera,
prej të mirave me të cilat, apo prej begative, mirësive me të cilat vazhdojnë, të jetojnë, të knaqen, të relaksohen, të ushqehen me to, me ato të mira, të shijojnë ato të mira, robët e Allahut në xhenete për pas pemëve, lumenjeve, burimeve, krojeve, fryteve të ndryshme tjerë, që o ceken në jetet e kaluara. Allahu thot, wa dhillin mamdud, edhe në hije të gjerë. Në hije të gjerë ka për qëllim hije gjatë, s'përfundon. Hije nga cila nuk e rrok dielli, po në xhenet nuk ka diell. E vërtet që nuk ka diell në xhenet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e përshkruan hijen e pemëve të xhenetit, thot alayhi salatu wassalam, inna fil jannati shajaratun yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 am. Në xhenet ka pemë ku kalorsi es në hijen e tina 100 am la yaqta'uha. 100 vite hez dhe prapë nuk i del në skajt asaj hije. Pemë e cila degët e sajna janë aq të gjera, aq gjatë është hija, sa që 100 vite hypën në kali, të vazhdon me hecë, se në kam lodhësh dhe nuk mundesh me i dalë në skajt asaj peme. E pastaj thot ai bekuar, iqra'u in shi'tum, e lexoni ndashi ju, wa dhillin mamdud. Pra që ka jetin këtu të surës Al-Waqi'a, jetin 30, wa dhillin mamdud, dhe hijen e gjerë, apo në hijet e gjerë. Wa ma'in maskub, ata kanë edhe ujë, kroje, burime. Ata rrinë, qëndrojnë pranë ujit i cili rrjedh. Maskub, rrjedh uji, po nuk e ka vadën që shkan, po rrjedh mi tokë. Lumejt një xhenet, dhe krejt bërime në xhenet, nuk e kanë shtrate, si kurse në këtë dynja, po ecën sipër. Wa ma'in maskub, përkundër këtë dynja ujë që qëndron në një vend shumë herë, atje kanë ujë të rrjedhshëm, i cili rrjedh pa ndërprerje, dhe kanë kur dojnë, dhe sa herë dojnë ujë, dhe çfarë lloji të ujit dojnë. Kur të biju të kajet koranor, Allah e pas më shëruar, thët, Arabet vuanin këtë dynja, në shkret e tjera në Arabis, shumë vuanin për kushtet e jetesës të cilat e bëjnë njeriun të lumtur. Nuk kishin hijes, kishin boll pemë, fryte, për ujë më vuanin për ujë. Ujit e Arabet, së dhe kësaj dite, mas 1500 viteve, vazhdon të jetë shumë i shtrejt. Jo për nga leku i shtrejt, për shtrejt e fjalla shumë i rëndësishëm. Tepër i rëndësishëm. Njerëzit kanë ecër me kilometra për me gjetë ujë diko e me bartë. Pastaj me nxirr me kove shumë thellë. Shumë herë tepër thellë me deve me nxirr. Pra kanë vuajt, kanë hekë për ujë. Andaj kanë elementet kyçe të lumturisë, apo kushtet elementare që bën njeriu të lumtur këtë dynja, ju kanë munguar Arabëve, jeta shumë e rrallë në shkret e tjerë. E Allahu i madhëruar, ai është Zot. Po dën mi ju tregu Arabëve një herë që aty një pjesëbret Kur'ani, e pastaj edhe neve të tjerëve deri në kiamet, se sa do që keni kushtet e vështira në këtë dynja, ndërto edhe këta ujë që shumë njerëz vuajnë shumë për ujë. Në xhenet atje ndryshon çështja krejt. Atje Allahu ka përgatitur për robët e tij të gjitha kushtet, faktorët që bëjnë robën të lumtur, ndërto edhe ujë të bollshëm sa të dush, i cili rrjedh pa ndërprerje. Po dhe tek ne, dere sa ndalë të sistemet e ujë, që thënë këtyna, sistemet e ujë, që më thonë.
Njerëzit kur kanë gjetë një pos afer, apo një pru, apo një kru, apo diçka, ka qenë pasuri e madhe njerëzve. Pasuri e madhe, gëzimi madhe njerëzve me i dalë uja, apo me pas një vatë të ujit nga atë ka shkon. Është element këtë i jetës, i lehtësimit jetës, i lumturisë, me bo njeriu pak me do kushte me kriju që ja lehtëson njeriu të jetë në këtë dynja e bërë më të lumtur. Wa ma'in masqub, dhe ujë i cili rrjedh. Wa fakihatin kathira, po edhe ata jetojnë pas fryteve të shumta të lloj-llojshme. Fryte, të pemëve, sa të donë, çfarë të donë, pa fund. La maqtu'atin wala mamnu'atin. Frytet pemët të cilat nuk sosen, nuk hargjohen sikurse në këtë dynja. Frytet verës e hanë për ta s'kan vjesht. Frytet vjeshtës e hanë për ta s'kin dimen. Dhe do të me hangër se cilën se zonën e vetë, apo më mënu me rujt me konzervu për zonën tjetër, apo për sezonin tjetër. Ose dhe lafatës, prishën ose kalbën ose hargjohen e tjerë. E Allah po thot në xhenet atje, la maqtua, nuk ndërpriten atë gjithë ki. E thua se është për qëllim, la maqtua, nuk ndërpriten, nuk hargjohen prej pemë. Sa herë të kapsh një frët, më njëherë del fryti tjetër, më njëherë, kur, pemës nuk e hargjohen frytet. As nuk e kalbën frytet. As nuk bin tokë frytet. Gjithmonë në rind për as këta. Madje, sa herë ta velsh një fryt, më njëherë del tjetëri. La maqtuatin, wala mamnuatin. Dhe nuk janë as të ndaluara për to. S'ka diçka që është ndaluar. E ke ndaluar mund të jetë shumë kuptime. E ndaluar kur s'po në mrin. Rrushi e amel po nalta, që me mrin. Darë dhe e mirë, po ma e naltë atje ma e degë që është me hip atje, së në mrin. Ose është për te i murit në tanë, së në mrin. Pra, lloj pemesh, frytesh, të cilat nuk hargjohen, nuk sosen, nuk përfundojnë, dhe nuk janë të ndaluar apo të pa arritura. Por, arrin robi me marrë ato, cilën t'ja kana me marrë, dhe me shiju me hungër e më knaq me te. Wa furushin marfu'a, edhe shtretër të lartë. Pra ata janë edhe në shtretër për pëshmirave tjera që ndrojnë edhe në për shtretër të lartë. Kja shtretër të lartë, të ngritur lartë, kravatët që janë, po më qa shtresa që është mita, të shtretër furush, është qala për shtresen e cila është apo jogë që quajmë ne, e cila vëhet mbi krevate, jetë ngritura lartë. Tani këtu të ngritura lartë, ato janë pej me ndafshe të stëlisëra, pej lloj gurë të qmuar, të ndryshëm, që se cili me mirë se tjetëri, me pamjet ma hnitshme, por qysh jetë ngritura lartë, Allahu a'lam. Sepse kanë dhënë ulemat shumë komentime, jetë ngritur lartë, se në me sjellë të toke, se jenë ngritur ashtu, jenë ashtu. Madje, në një kuptim kanë thonë se në mënyrë figurative, disa komentatorë janë për qëllim hyrijat, presje, gratë e xhenetit, të cilat qëndrojnë bashkë me ta në shtretër. Pse për thënë kështu? Sepse grusi thuhet edhe shtrat, dhe burët të thuhet shtratën të kundërtën. Dhe tjetër, sepse më pas Allahu fillon të përshkruan gratë e xhenetit. Dhe thëtë Allah. Por kuptimi që kupton ai që në gjuhën arabe është o furushin marfu'a dhe shtretër të ngritur lartë. Pra shtretër mahnec. Në vazhdim Allahu i madhruar i përshkruan gratë e xhenetit. Dhe thëtë Allahu, inna ansha'nahunna insha'a. Ne i kemi krijuar ato në një krijim të ri.
e që i bije. Gratë të dynjas kanë vdekur do për ty në treja, do në mosht të pjekne, do mosht mesme, do të shtyra në mosh, do të plaka, halema plaka, trota, dere, që s'jet një grosh njeri. Vdes, pa jo grua në pëso plak, dhe e hynë në gjenet, po nuk hynë gjenet si plak. Për ata që ka në hadith vërtet atje, kur një grua e ka pyet pejgamberi plak, ja Rasulullah, a hynë në gjenet, ka thonë ti jo. E tani ka kajt ajo. E kanë thonë ja Rasulullah, kajti gruja, tha, thërë ka. Tha, në pata për qëllëm të nuk hinë gjenet si plak, për të kime hinë gjenet e re. Dhe kajet kuranor të reganë se krejt gra që kanë qenë në këtë dynja, të çfarë do moshët kanë qenë, edhe njëherë e rikrijan i madhe Allah, te bareke wa taala, në formë të re, me krijim të ri. O a këthen moshën, o a këthen pamjen, ato që kanë qenë të shumtuara, apo më pak të bukura. Krejt i bën i madhi Allah në nivelin më të lartë të bukurisë, të hjeshis. Inna ansha'nahunna insha'a. Ne kemi krijuar ato me krijim të ri. Shumë ulema, apo shumica kanë thënë se janë për qëllim këtë ceka më herët, gratë të dynjas. Por ka për ulemave që më thonë se janë për qëllim edhe hyria të gjenetit, që mendoj se futen të dy palët, gratë të dynjas dhe gratë të gjenetit, e që nën kuptan. Ne i kemi krijuar atje gratë të reja, të cilat nuk kanë qenë fare në këtë dynja, kemi krijuar atje, jo prej nanave, nuk kanë lindur se kurse këto që lindin, prej nanave gratë. Jo, por atë kemi krijuar pa nane, pa babe, më jashtë kemi krijuar në xhenet, dhurat për xhenetlit. Po, mund të jetë këtë kuptim, mund të jenë edhe ato i kemi krijuar, pa qenë heq, po edhe këto që kanë qenë këtë dynja i kemi rikrijuar, por me pamje tjetër, duke u kthyer pamjen e bukur, moshën duke u kthyer, duke bërë treja të bukura, të jeshme dhe kështu me radhë. Inna ansha'nahunna insha'a, faja'alnahunna abkara. Dhe ato gra që kanë qenë në këtë dynja, që kanë vdek plake, gratë martuara, me fëmije pa fëmije, për pas që i këthen Zotin në moshë, u a këthen edhe virginitetin e tyne. Faja'alnahunna abkara, i kemi bërë ato virgjeresha. Krejt gra. Edhe i hyrijat atje, veç janë të atila, po edhe gratë të dynjas, që Allahu Azza wa Jall i futën xhenet dhe martan me burrat të tyre, i bën të virgjera. Madje, sa herë që flajnë burrat me gratë të tyre, respektivisht kanë kontaktin tim, çdo herë ato janë të virgjera. Çdo herë. Çdo herë të tilla janë, përjetësisht. Uruban atraba. Dhe i kemi bërë ato uruban të dashura. Të dashura për bashkëshortet e tyre. Pra, atë shumë Allahu u azbukuran gratë për pas hyrijave që janë krijuara të bukura, pa dhe gratë krijohen të bukura. E tani khilaf me ulemave, ama të bukura janë gratë të dynjas në xhenet, apo gratë apo hyrijat që përshkruan Allahu se pe emri tyne të bukura. Allahu alem, ata që thënë gratë të dynjas
ndërlidhen me amelet e veprat ty, sepse këto kanë punu për xhenet. Këto kanë punu shumë për xhenet. Ato s'kanë punu sen? Ato janë të krijuara në xhenet pa mund. Se do që tjetë, nuk janë shumë pesha ajo. E rëndësishme është uruben. Atë kemi bërë për të Allahu të dashura për burrat e tyne. Pra Allahu u ashton, u jap dashuri burrave ndaj grave të tyne që kanë pas këtë dynja e që kanë tash në heret në xhenet, po edhe hyrijave, dashuri e cila nuk zbehet, nuk përfundon, por vetëm vjen dhe shtohet. Sikurse, jo sikurse, përkundër, dashurisë në këtë dynja, ku shumë, sa të dushëm, çifte bashkëtorë jetojnë, por dashuria është zbe, oftof, ka shku. Asa don kjo ata, asa e këtë se don këta. Por jeton me te, se s'ka ku e qënë, dhe jeton me këte, se s'ka ku shkon. Për ndryshe, jetë bashkëtorë ka, pa dashuri mes tyne nuk ka. A shef këtë dynja? Për një moment që mendet për çiftin tjetër, se kjo është në të kundërtën. Edhe gratë për burrat, burrat për gratë. Që mendet njëri për tjetër. A më që mendet, lutet me qute të tërë, përse atre, për të psikologi. Mas një kohë, një periudhe, 6 muje, më 3-4 vjetë e 5, kur nin, ndonë. Kush ndonë? Qëta dy ndonë? Jes për besej, jetë ty be besej. Jes për besej, valla. As për du me besu. Tash të thumë vetë vetëm tanës për du me besu. Për ndryshe, të e besëm, sepse aje kanë ndodhë. Që më bëha ty në dyve tash? Me thonë, a jetë një të dy, që ata që pat me kallë, dy janë këtë dy janë pat me kallë, për më bëhë bashkë, e tash për kallë në dy janë për më nda, që ka më rëshke punë? Që ka më rëshke punë kështu? Kjo element anulohet, largohet, pëzullohet në ahiret. La ilaha illallah. Pra të Ibn Abbasit, të kjo ajet kuranor, thot, o ruben, ato janë të dashura të këta, po edhe këta janë të dashura të ato. Dashuri e përkryer, e pandërprer, e vazhdueshme dhe vetë janë të shtu. Sa herë të shesh, veç ashtu e dashuria ndaj saj. Dhe sa herë të sheh, veç ashtu e dashuria e saj ndaj teje më shumë. O ruben, e traba dhe më shatare me ta, të një moshe. Ibn Abbas e thët, 33 vjetë, gratë, 33 vjetë, burrat. Pra plakat që vdesi 70 vjetë, 100 e ma shumë që ka një tundë të kaluaren, po dhe të që vdesin të vogla, i madhi Allah, azza wa gjell, i bën krejt gratë e gjenetit në një mosh. Ma djeni një mosh edhe me burrat e tyne. E ta në pse 33, ulemat kanë thonë, kjo është urtësia e Zotit, te bareke ve teala, por në këtë mosh është kulmi. Kur janë njerëzit për nga ana e knatësive, e dashurisë, se tani ma shumë ma vonë për 45 shkojnë të plakë. E Allah e ka kriju në këtë kohë, kur janë të pjekun, janë në kulum, për nga dashuria, për nga vullnet e tjere. Pra uruben në traba, Allahu i ka bërë ato me i dashtë shumë këta, dhe këta me i dashtë shumë ato, dhe me qenë një mosh. Këtë me qenë një mosh, të bukura në kulminacion, të papërshkruara, me cilësi mahnetshme, me fjalë të bukura, me sjellje të bukura, dhe çdo send edhe rime e zanit të tyre, është mahnitse, shkrihet burri për zanit e për rimes të tyre në xhenet. Krejto janë dhurat për kanë li ashabil jemin, për të djathtit. Për ata
të cilëve u dha libre nga djathta. Dhe u llogaritën me llogaritë lehtë, dhe u futën në xhenet, e që janë grupi i dytë, e që janë shumica banorë të xhenetit. Thulletun min al-awwalin. E ata janë, pa thot Allahu i madhruar, shumë prej tyre janë prej të hershmeve. Wa thulletun min al-akhirin. Pra kush janë ata që kënë kjo shumicë banorë të xhenetit? Shumë prej tyre, një grup i madh i tyre janë prej të parëve. Prej të parëve, sipas shumicës komentatorëve të Kuranit apo sipas mendimit të shumicës, prej të parëve është fjala për ummeteve të mëhershme. Pra, muslimanët që kanë besuar Isa, Davudin, Musen, Ibrahimin, Eran përpije deri tek Ademi a.s. atje. Jo Ademi vetë, po ata pasar sa Ademi është prej të parëve, nuk diskutohet. Pra, një shumicë madhe e popujve të kaluar. Dhe një shumicë madhe min al-akhirin e prej të mëvonshmeve, e që është fjala për ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është vendime i fortë, e që i bie na musliman të tjerë, të cilë nuk jemi në rangun e sahabeve, në rangun e evlijave, të mëdhejt Allahut, të ulemave, të shahidëve të tjerë, por jena musliman, i ruajmë farzet, i kryejmë farzet, e punojmë për xhenet, përpiqem me fitu kënaqësinë e Allahut azza wa jalla dhe me shku në xhenet. Allahu na bëf prej tyne. Ani pse ka mendim të ulemave, të cilët thonë se edhe të partë, edhe të fundit, edhe të hershmet, edhe të vëndshmet janë kejt prej ummetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, por unë mendoj Allahu alem që mendimi i parë është më i fortë, se një pjesë e madhe është e ummetit të mëhershëm, edhe një pjesë e madhe është e këtij ummeti, ani pse ky ummet pastaj që kemi cekë edhe më herët, shumica banorë të xhenetit janë prej këtij ummeti, janë gjysma e xhenetit, xhenetlive madje edhe 2/3 e xhenetlive e janë prej ummetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu na bëft prej tyne ya rabbil alamin. Allahu na bëft haram xhehenamin, pa dhe veprat e xhehenamit. Allahu na bëft nasib rrezik xhenetin, me punu punë të xhenetit, e me fitu kënaqësinë e Allahut dhe me shiut mirat e Allahut në xhenet ya rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.